VKM-ja 219, kontrollojnë Google, shkoni kërkojnë Google, VKM-ja 219 mund t'ja dhe që ta shofi regjia, e cila është e datës 21 mars e 2017, se çuditërisht ne dhe i mbaj mend saktësisht këto gjëra. 20 mars apo 21 mars? 21 mars e 2017, pra do të thotë mbi 8 vjet nga sot, ja jep këto terrene Bashkisë së Tiranës për programe arsimore, për programe sportive dhe për programe social-kulturore. A, çfarë bëri Bashkia e Tiranës 8 vjet? Pse s'bëri aty kopshte, shkolla, çerdhe, fusha sportive, çfarë doni ju, ambiente për kulturë, për rekreacion, çfarë doni ju? Nuk bëri asgjë, se po ti kishte bërë, nuk diskutohet sot. Hajde bëjmë fabrikë armësh. 8 vjet nuk bëri asgjë. Tash ti shkon dhe e merr kryeministri, që nuk e ka drejtën, sepse prona është në pronësi të Bashkisë Tiranës. Dhe kjo tjetërsohet vetëm me votën e 3/5 të Këshillit Bashkiak. Nuk ka të drejtën më ta marrë. Kjo është tjetër shkelje e asaj kartës. E treta, meqense është dhe ushtarak personin fjalë. Këto fabrikën e armëve, kur ne kemi reparte ushtarake pafund, po në territorin e Bashkisë Tiranë, po që kemi dykun dajt, mbas dajt, i ka bërë ushtria këto gjatë kohës. Këto territori ushtarake privatizohen, bërë restorante sot që flasim. Ndërkohë që tokat në Tiranë, cilat janë për shkolla, për çerdhe, për fusha sportive dhe për kulturë, këto dash kanë bërë fabrika armash. Pastaj aprodhojnë aq që kanë zyra, shkolla nuk janë zotri. Dakord? Fusha sportive nuk janë. Nuk më intereson për çfarë janë. 8 vite kishte kohë Bashkia e Tiranës, vazhdojnë janë pronë e Bashkisë Tiranë dhe nuk më intereson tjetërsimi. Neve duhet flasim shumë qartë. Bashkimi Evropian ka një agjendë geopolitike drejt riarmatimit, kjo është e vërtet. Dhe për sa kohë neve dhe nuk e ka drejt zgjerimit fatkeqësisht për ne. Por riarmatime ka. Neve kemi një histori tonë, neve dim dhe ushtarakët tonë e din shumë mirë se si prodhohen armët, ku prodhohen armët, çfarë zonesh. Edhe Poliçan, kur neve kemi fabrikë të mëdha, është larg zonës banuar. Dhe merr zonë mali madje. Do të thënë frika ekziston për një gërdesë të dytë? Dëgjoj, meqense është artikuluar dhe është ngritur. Aq më shumë që neve kemi pasur një tragjedi më përpara. Kjo duhet na bëjë neve të mësojmë nga psimet, apo jo? Dhe të shkosh ndërtosh mes një zonë banuar, që fare mirë mund të ishte një zonë që zhvillohet, qoftë dhe për banesa sociale, sa aty në krah janë shumë banesa sociale në zonën e Shkozës, ndegën në njësinë administrative numër 1. Dhe të bësh fabrika armësh, aty ku ke 8 vite, dhe jam shumë dakord me VKM 219. Jam shumë dakord me atë. Ti ke menduar që janë terrene për arsim, ke menduar që janë terrene për sport, për rekreacion, për kulturë, për aktivitete shoqërore, mrekulli fare. Nuk i ke bërë deri në 2025, ky është faji i bashkisë. Dakor, vendimi është marrë. Ama qeveria, vendimi nga bashkia kalon tek Ministria e Mbrojtjes. Jo, vendimi këtë e ka marrë me firmë është Belinda Ballukut, pra të qeverisë, në mungesë të zotit Rama. Por nuk e ka drejt. Nuk e ka, s'është pronë e saj, është pronë e Bashkisë Tiranë dhe pa u shprehur Bashkia e Tiranës, dhe unë të ju jap dhe një informacion tjetër. Kemi bërë kërkesë zyrtare Bashkisë Tiranë dhe Këshillit Bashkiak që të mlidhet dhe ta trajtoj këtë çështje. Në darkë vjen rendi ditës për mbledhjen që do të jetë nesër. Dhe gjeni se çfarë? Nuk është në rendite kjo. Pra Bashkia e Tiranës eviton diskutimin, trajtimin e çështjes, ne nuk po komandojmë si të votohet. Ne po themi ta diskutojmë, është Parlamenti i Tiranës. Partia Socialiste i mungon vullneti të diskutojë për qytetarët e Tiranës. Kaq është Partia Socialiste. Shohim vetëm hallet e veta. Ne po flasim. Ore, njerëz, doni një fabrikë armësh apo doni shkolla dhe fusha sportive afër shtëpive tuaja? Kaq është shumë e thjeshtë. Partia Socialiste do fabrikë armësh afër jush. Ne dum ato që kishte thonë 2017-ën, dum shkolla, çerdhe, kopshte, fusha sportive dhe zona social-kulturore. Me kuriozitet do t'ju ndjekim nesër, zoti Ali Mehmeti. Nuk e kam vendosur në renditës, kështu që Partia Socialiste as do të flasë për këtë. Ata duan fabrikë armësh në mes të Tiranës. Dakor, faleminderit shumë për sot. Ishte kënaqësi që ndam disa çështje bashkë dhe besoj do të jemi të hapur edhe për të diskutuar në vazhdim. 39 ditë fushat do të kemi përpara. Faleminderit. Me shumë kënaqësi.